shkruan Luciano Bocci. Ngjarja tronditse në gjimnazin Ibrahim Rugova në Kamuz, ku adoleshent u përleshën me thika brenda dhe jashtë shkollës, nuk është një aksident i rastit. Është fotografia brutale e një qeverisje që ka braktisur detyrën më themelore, sigurinë e qytetarëve dhe fëmijëve. Nxënësit e një shkolle nuk mund të jetojnë me frikën se korridoret e mësimit do të shndërrohen në Arena Gjaku. Në shkollat tona duket se kam shumë thika se libra. As mund të jetojnë me Neverin Kurshe, gajasjen e Manastirliut dhe Kumbaros në parlament ditën kur vritej Martin Cani. Kamza është vazhdimi i një zinxhiri dhune që shtrihet nga rruga deri te shkolla. Ajo është dëshmi e përcjelljes në funeral të edukimit në shkollat tona. Vetëm pak muaj më parë opinioni u trondit nga vrasja e Martin Canit, një ngjarje që nxorri në pa degradimin e rendit dhe sigurisë në shkollat dhe qytetet tona. Sot prekim të njëjtën atmosferë terrori, akoma më brenda e afër shkollës. Kjo është pasqyrë e dështimit spektakolar të Manastirliut dhe Ramës së saj, sikurse e Kumbaros së pikës së vogël që inauguron postin me një krim të madh. Pasqyrë e mungesës totale të një strategjie kombëtare për mbrojtjen e jetës. Rama flet për reforma dhe projekte, por realiteti është se prindërit i dërgojnë fëmijët në shkollë me zemër të ngrirë. Shkollat tona nuk kanë as kamera sigurie funksionale, as roje të trajnuar, as protokolle emergjence. Psikologët mungojnë, ndërsa bashkitë e ministrisë merren me fasada. Kur shteti është i padukshëm, adoleshentët mbeten pa mbrojtur dhe hakmarrja bëhet më e fortë se ligji. Prindërit sot pyesin në makt se sa ngjarje të tjera do duhen që të kuptojmë se siguria nuk është luks, por themeli i një shoqërie. Deri atëherë fëmijët tanë do të vazhdojnë të jetojnë në një shkollë që ngjan më shumë me arenë gladiatorësh se sa me tempull dije. Kjo qeveri tashmë është vërtetuar si një noter varrezash dhe jo një garantues i jetës dhe i dijes.